Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë, ku ka filluar edicioni 4 i turneu ndërkombëtar të ping-pongit Prishtina Open. Në këtë turne do të marrin pjesë mbi 200 garuz nga 15 shtete të ndryshme të botës. Për këtë turne dhe organizimin në përgjithësi do të flasim edhe me organizatorët, ta shohim se si po shkon dhe si ka filluar gara. Tashmë veç është bërë tradicional turneu ndërkombëtar Prishtina Open. Është kënaqësi që shumë prej lojtarëve po vinë prapë në këtë edicion, janë të prej lojtarëve të vitit kaluar, kështu që është një faktori që janë kënaqur herën e kaluar dhe kanë kaluar mirë dhe po vinë prapë. Është turne që ka pjesëmarrje të madhe, janë mbi 200 diçka lojtarë prej 15 shteteve ndryshme të botës, jo veç Ballkani dhe veç rajoni, por ka edhe prej Gjermanisë, Holandës, Ukrainës, Brazilit dhe vendeve ndryshme, kështu që me këtë kuptimin e fjalës është turne ndërkombëtar. Çdo vit po provojnë me bëj diçka më ndryshe, më interesant. Këtë vit lojtarët që janë pjesëmarrës kanë mundësi me luajtë edhe me VR experience, domethënë me përjetu me luajtë ping-pong me syza, domethënë në realitet virtual, me dikon që është në Kina, në Japoni, dika këtë larg. Përveç kësaj, edhe për shikues kena menduar me një dhuratë, domethënë fituesi i turneut dillen, e tërheq një bilet, edhe kush është për shikuesve që ka atë numër e fiton një iPhone 17. Për fitues e seniorëve është një buxhet për 13.000 diçka euro që ka mundohen në vendet e para, dyta, treta, kështu që çdo vit po synojnë edhe me rrit numrin e kualitetit, edhe shpërblimet, edhe me shtu këto aktivitetet anësore që ka. Këto turneje janë shumë të mirëpritura, normalisht sportistët tonë kanë rreth 70 aktivitete gjatë vitit, edhe të garojnë me sportistët vendor, për të testuar atë mundësinë e vet, jo të gjithë sportistët mund të garojnë me gara ndërkombëtare, kështu që një aktivitet i tillë ku janë sportistë ndërkombëtar, aty normalisht që shton aftësi dhe mundësi që të garojnë dhe të shohin veten se ku janë. Kjo është shumë i mirëpritur, edhe shpresojmë që do të vazhdohet në tillë jo vetëm me Prishtina Open, por edhe me turneje të tjera. Në vitet që kanë kaluar kemi pasur garuz që kanë fituar këtë turne nga Kosova, kështu që shpresojmë që edhe në këto kategori, posaçërisht te kategoria U13 ku kemi shpresat më të mëdha, te këto kategori të U21 dhe senior pak më vështirësi, mirë po shpresojmë që aty do të kemi garuzë të bëjnë. Te kategoria U17 është e pritshme që kemi pas medalje edhe. The last time I was here but only as a coach for my friends, and today I wanted to play. Last time it was beautiful, and you can see here are very good players. It's really cool. Interesimi për turneu ndërkombëtar është i madh, ndërsa të dielën nga ora 19 zhvillohet finalja e madhe. Do të ketë shpërblime për fituesit e kategorive të ndryshme, por edhe shpërblime për tifozët nga ana e partnerëve të turneut.